Ekstremistët nuk janë vetëm njerëz fetar, ka edhe ekstremist antifetar, sepse ekstremizmi nuk lidhet me fen, por me mendjen e mbyllur. Ekstremistët ideologjik nuk kanë frikë nga armiku, kanë frikë nga libri. Janë njerëz të pashkolluar që e shohin dijen si kërcënim, jo si zgjidhje. Shpesh vinë nga ambiente ku nuk është mësuar dialogu, por vetëm britma dhe dhuna. Ata nuk flasin me njerëzit, i etiketojnë. Ata urrejnë çdo ide që nuk përputhet me ideologjinë e tyre, sepse mendimi kritik u arrëzon iluzionin. Nuk argumentojnë, por fyejnë, nuk debatojnë, por kërcënojnë. Ata kërkojnë ndjekës, jo të vërtetën. Sa më i dobët argumenti, aq më e fortë bëhet urrejtja. Për ta, ose je me ta, ose je armik. Ideologjit ekstreme, qofshin fetare ose jo fetare, janë të rrezikshme, sepse nuk shkatrojnë vetëm individin, por e çojnë komplet popullin në humner.